Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ju të dashur. Ju përshëndesim nga xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga gjonat që nuk duhet vënu është edhe martesa e vajzave edhe e dimve. Një nga mirësi dhe begatitë të mëdha të Zot është familja. Bashkimi familjar. Bashkimi i djalit edhe i vajzës. Kërkojeni fatin tuaj, kërkojeni mirësinë e Zotit xhel xhelaluhu, se në martesën e hershme ka bereqet. Vitet hikin edhe për vajzën, edhe për djalin. Mos e vononi. Mos mendoni se na mungojnë shumë gjëra, dhe kur t'i plotësojmë këto gjëra tjera do plotësojmë fejesën apo martesën. Nëse djali dhe vajza arrin një moshë madhore pjekurie, shpejtojeni, kërkojeni fatin, kërkojeni mirësinë e Zotit xhel xhelaluhu, se ka bereqet, ka mirësi, ka begati. Bashkëshortja e sjell rrezikun, po vjen edhe ato fëmijët me rrezik për i Zotit xhel xhelaluhu. Edhe është mirësi edhe për prindit, për babën, për nanën. Edhe duke pa, domethënë, këto rreziqet që çojnë sot tek shkatrimi i familjes, e ju këshillojmë edhe ju që mos e anashkaloni këtë çështje, sepse është me tepër rëndësi, se do të kaloj 25, 30, 35, është një moshë jo e preferueshme. Është e moshë e cila do t'ju tërheqë zinon, imoralitetin. Allahu i dha shfat mirësi tek vajzat, tek dimtan, Allahu i bashkoft sa më shpejt inshallah të gjithë ata që janë moshën e pjekurisë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.